الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Allah në falenderojmë edhe vetëm prej tij ndihmë, falje, udhëzim kërkojmë. Përshëndetje, salavat, do gjithherë i dërgojmë të dashurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasur dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Xhamati nderuar, ligjërata e kaluame ishte për amanetin dhe folëm në përgjithësi se çka do të thotë amanet apo ruajtja e amanetit. Dashur Allahu, edhe sot do të flasim për këtë temë që do t'i tregojmë disa fusha apo shembuj që ka të bëjnë në jetën tonë se si na duhet të jemi të kujdesshëm ndaj ruajtjes së amanetit apo besnikërisë. Prej këtyre fushave apo shembujve që na duhet të jemi të kujdesshëm që të ruajmë amanetin, është amaneti i natyrshmërisë. Amaneti i natyrshmërisë së besimit në Allahun Dhul Gjelal një. Pra me besu Allahun një dhe mos mi shoqëru Allahut Azza wa Jell shok në adhurim, është prej amaneteve që Allah Azza wa Jell e ka bërë mbi supet tona. Dhe thot Allahu në Kur'an për këtë çështje: Alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Pra kur Allah Azza wa Jell i ka kriju të gjitha shpirtrat tonë dhe i ka nxjerr nga palca, nga shpina e Ademit alayhis salam, edhe ju ka thonë, a nuk jam unë Zoti juaj? Të gjithë krijesat, të gjithë njerëzit kanë thonë, bela, gjithsesi, ti je Zoti jon, shahidna, dhe këtë e dëshmojna. Pra si cili prej neve, kështu i ka thonë Allahu Dhul Gjelal, i ka dëshmu që Allah Azza wa Jell është një. Dhe këtë amanet duhet me rujt deri në Kiamet dhe duhet deri në vdekje. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pra për çdo hutbe të xumas e lexojmë këtë ajet dhe mos vdesni ndryshe vetëm se duke qenë besimtar. Për shkak se e keni marrë amanet mbi supet e juve këtë besim, duhet me rujt edhe nuk ka jetë ndryshe edhe përfundim të jetës vetëm se me besim në Allahun Azza wa Jell, nëse dojna shpëtim këtë botë edhe në botën tjetër. Allah Azza wa Jell, shikoni sa bukur thot haku i Allahit e drejta e tij që robrit e kanë ndaj Allahut Azza wa Jell është Allahun madhuruar një. Kjo është amanet. Allahun madhuruar një. Mos me shoqërua shok Allahut Azza wa Jell në adhurim. Dhe haku i njerëzve pastaj që e kanë të Allah Azza wa Jell, ata të cilët kështu Allahun e kanë adhuruar një, e kanë ruajt këtë emanet, Allah Azza wa Jell nuk kam i dënu në botën tjetër, kam ishtë probleme xhenet, se e kanë ruajt amanetin, e kanë adhuruar Allahun Azza wa Jell një. Po ashtu thot Muhammed a.s. Kullu mevludin, gjdo fosh një që lind, thët lind natyrshmërin e besimit të pastër, që Allah Azza wa Jell ma adhurua një, pastaj thët prindërit në varet se si e orientojnë, si e ndryshojnë dhe si e mësojnë besimin, që këto është amaneti, apo ruajtja amanetit më të madh tek prindërit për fëmijët e tyre. Pra çdo fëmijë lind natyrshmërinë e pastërt, me adhuru Allahun Azza wa Jell një, edhe
Prindërit duhet me rujt këtë amanet, duhet me jamësue fëmijëve besimin, e mjerë për ata të cilët e ndryshojnë këtë natyrshmëri, që se kanë rujt amanetin, e kanë trahtue amanetin e Allahu Dhul Gjelal një, që është besimi me adhuru Allahu në Azza një. Kjo për çështje e parë, që duhet jemi të kujdesshëm në amanet, të arrujna besimin në Allah në Azza një, se është amanet që e kemi morë mbi supet tona, edhe mos më vdek ndryshe, vetëm se duke rujt këtë amanet, duke qenë besimtar. Amaneti tjetër që duhet të jemi të kujdesshëm është edhe amaneti i davetit, apo që don të thotë thirrjes në rrugt të Allahut Dhul Gjelal. Si cili prej neve e kemi amanet që njerëzit mi thirë në punë të mirë dhe sa të kena mundësi mi ndaluen nga e keqja. Duke fillu prej vetës në familjen ton edhe në shoqërinë ton. Thot Muhamedi a.s. Thot pasha atë i cili shpirtin tim e ka në dorën e tij, dhe me thonë betohet në Allahun Dhul Gjelal. Thot ose keni me thirë në punë të mira, edhe keni me ndaluen nga të këqijat, për ndryshe nëse kështu zveproni, thot Allah Azza wa Jell kam ju zbrit dënim, pastaj keni mu lut që Allah Azza wa Jell mja u largua atë dënim, mirë pa Allah Azza wa Jell nuk ju përgjigjet. Nuk i përgjigjet duas, nuk i përgjigjet lutjes. Por ata edhe këtu e shomi që na sot ndoshta i lutemi Allahut Azza wa Jell por disa çështje nevoja që i kemi shumë të nevojshme, e shomi që Allah Azza wa Jell ndoshta nuk na përgjigjet. Lutja nuk pranohet, nuk shomi efekt. Pse? Ndoshta është kjo që ka thonë Muhamedi a.s. Por derisa nuk thirrni në të mirë dhe nuk ndalonin nga e keqja, Allah Azza wa Jell kam ju zbrit dënim. Keni mu lut, Allah Azza wa Jell nuk ju përgjigjet, për shkak se e shinit keqen dhe nuk e ndaloni. Thot Muhamedi a.s. Men ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Thot kush e ka pa nga ju një të keqe, nëse ka mundësi, grada me lartë, le të ndaloje, le të pengoje me dorën e tij. Nëse s'ka mundësi këtë, grada e ditë me ullët, le të ndaloje me gjuhën e tij, duke thonë që kjo s'ban prej vetës, prej familjes. Nëse edhe këtë s'ka mundësi, edhe grada e tretë që është me ullët, thët le të urreje me zemrën e tij, edhe kjo e fundit është imani ma i dopt. Imani ma i dopt, dhe sa ma i fort është kur ti ke mundësi e ndalën me dorën tane, e ndalën me gjuhën tane, po nëse s'ke mundësi këtë, s'paku me urrejt me zemër që mos me në dënu Allahu Dhul Gjelal. Pra t'jemi të kujdesshëm se mi thirë njerëzit në punë të mira dhe mi ndalun nga e keqja duke fillu prej vetës, prej familjes dhe shoqëris, e kemi të gjithë amanet. E kemi të gjithë amanet dhe duhet me rujt këtë amanet nëse dojmë që Allah Azza wa Jell me në dhënë të mira edhe mi pranu lutje tona. Për ndryshe, nëse i shomi të këqijat, i mbill me syt, pajtomi me to, nuk i ndalojmë, Allah Azza wa Jell ka me zbrit dënim nga ana e tij. Këna mi lutë Allah Azza wa Jell dhe Allah Azza wa Jell nuk na përgjigjet. Allah na ruajt, Allah na përmirësoft të gjithëve. Po ashtu, amanet tjetër që është shumë me rëndësi, amaneti i gjimtirve. Amaneti i trupit që Allah Azza wa Jell na i ka dhënë këtë trup të begatshëm edhe të bukur edhe të mirë. Pra kemi amanet besnikëri ndaj trupit ton, ndaj gjimtireve tona. Thot Muhamedi a.s. Thot inna Allah Azza wa Jell ketebe ala ibn Adem, thot Allah Azza wa Jell e ka përcaktue
për birin e Ademit, gati që askush nuk ka me shpëtue vetëm se ka me bo zina, ka me bo amoralitet. Allah në ruajt. Si kuptohet ki hadith? Thot, syri i ti ka me bo e amoralitet, gjuha e ti ka me bo e amoralitet, dora e ti ka me bo amoralitet, këmbë e ti ka me bo amoralitet, zemra dëshiron, pastaj organi gjenital ose këtë e vërteton ose nuk e bën. Që dëmë të thot, ka marrë një kohë që njerëzit pak kanë mishpëtue kësaj vepre të ullë të keqe. Kush e runë sot shikimin nga jo që Allah Zogjel e ka ndalu? Kush e runë sot gjuhën që nuk e fli që Allah e nderoft nga jo që Allah Zogjel e ka ndalu? Kush sot sajmi të kujdesshëm që e runë dorën e ti duke mos ju fol grave të huja? Kush sot prej besimtarve e runë këmbën e ti duke mos shkua ti më përzi me gratë e huja? Apo kush sot prej neve zemrën e ti e ka frikë Allah që nëse i vjen dëshira me bo keq, me bo amoralitet, thot e stakfirullah, ja Rab, kërkoj falje për teje, largon prej kësajt keqe, thot pra ka marrë një kohë që njerëzit gati krejt kanë me bo këtë. Po nëse kjo e fundit e vërtetojnë Allah ju nderoft duke e kry këtë akt, atëherë vetëm se kanë ra komplet në zina. E nëse nuk e bajnë, këto tjerat janë pak ma tulta, këto tjerat janë pak inshallah ma të leta që Allah Zogjel me falen e namazit, me kërkimin e faljes ndaj Allahut Azza wa Jall, me istikfar, me dhënien e sadakas, me agjërimin e Ramazanit, inshallah Allah Azza wa Jall na fal për shkak çikimit, dorës, mendimit të keq, Allah na ruajt. Mirë po, thot gati si cili kamera në këtë që gjimtirët tona i kemi amanet, që sa të kena mundësi me rujt këtë amanet, mos të bina në kësi lloj të kësaj zinaje, duke mësi bua moralitet, me dorë, me këmbë, me zemër. Allah në ruajt dhe e tjetra me rrezikshme që ai cili e ka bokët, vetëm se komplet llogaritet zinaqar. Allah na përmirësoft të gjithëve, Allah na fal të gjithëve. Po ashtu për amaneteve tjera që Allah Zogjel e kanë bërë mbi supet tona, Allahu na ka obligue që gjdo hak, gjdo obligim që kena ndaj Allahut Azza wa Jall, edhe në mes veti na me krye, na me bo atë. Dhe ligjëratën e kalume e përmena qonë shumë interesant. Allah Azza wa Jall të gjitha obligimet që na sot i kemi mbi supet tona i kena pranu. Allah Azza wa Jall u ka shfaq tokës, qive edhe kodrave, maleve, kanë refuzu, kanë thonë ja Allah s'kena mundësi me bartë këtë, nuk mujna me krye këtë amanet. Fa hamala l'insan, edhe këtë e ka bartë, e ka morë njeriu. Na pro e kemi mborë bisupet tona që Allah në Zogjel me adhuru nja, mu largu prej punëve të këqija dhe me bo punë të mira, na pro e kena pranue. Elhamdulillah që Allah Zogjel në kanë nderu me këtë, se besimtari kur jeton me punë të mira dhe i kryin obligimet e Allahut Azza wa Jall, ka morë gratë të lartë. Pra Allah Azza wa Jall ka mujt me na bo edhe neve si maleve, si kodrave, si tokës, si qetë që janë të ngurta. Mirë po Allah Azza wa Jall me këtë ka dashur na të jemi të lartë, të jemi të ngritur, të bëjna punë të mira, të shijojna kënaqësinë e dunjas me të mirat Allah dhul gjelan, po të njëjtën kohë të fitojnë edhe gjennetin Allahut Azza wa Jall, po të njëjtën kohë ashtën edhe përgjësi dhe obligim i madh mbi supet tona që këtë amanet duhet me rujt, për shkak se kodrat që toka kanë refuzue nga friga që e kanë pas Allahut, duke thonë ja Rab, s'kena mundësi na këtë me bartë këtë amanet. Për amaneteve tjera që është shumë e rëndësi, ashtën edhe ruajtja e amanetit kur na jemi në mes veti.
Kur të natë kovendojna, kur të bisedojna, kur jena në vendneje të ndryshme, të veçanta, shikoni sa bukur thot Muhamedi a.s. Idha hadethe rëgjullen bi hadith. Thët nëse njeriu ja tregon shokit vetë diçka, janë duke nejt, 2 njerëz, 3 shok, apo ma shumë në një vendneje. Thët nëse i tregon shokut të vetë diçka, edhe duke i tregue, pasi që i tregon shoku i tij, thët shikon djathtas edhe majtas, që me këtë aludon duke i thanë se a diçka e fshet, që anë e këtë bisedë që po ta tregoj ti, nuk du me dit askush, pra vetëm nëse kësi shenja ban, duke shiku anash që aludon që vetëm ti po tregoj, thët kjo bisedë është amanet. Kjo fjalë është amanet dhe mos ja zbulon. Se për ndryshen nëse ja zbulon dhe i ki bo dam, ki bo haram, ki mund dëshku të Allah Zogjel. Po edhe nëse ja zbulon që s'ka diçka që i ki bo dam, ashtën e qërtume, nuk ashtën e preferume, pos nëse bisedat e fshehta apo fshetësi që bërë me bisedat e fshehta kanë qëllim të keq. Kanë qëllim të keq që mi dëmtue njerëzit, me dëmtue shoqërin, shembull, nëse një bisedë e fshehtë është bërë që diku i mja vjet pasurin, apo dikan me mbyt, apo me grabit diçka, apo me prish moral, e kështu me radhë, pra këto biseda nuk mahën të fshehura, nuk llogaritën të fshehura, përkundër njerëzit që kanë mundësi mi ndalë të këqija, duhet mi njoftue, për ndryshe përderisa biseda nuk ka qëllim keq, edhe shokit, vllajit ka tregu një sekret, që vetëm nëse anash fillon dhe shikon që me këtë aludon me treguse, vetëm unë dhe ti po dena me ditë këtë, mos ja zbulo se ashtën emanet, edhe ruje këtë se nëse ja zbulon e ki traftu e shokin tanë edhe ki me morë ndërshkim të Allahu dhul gjelal. Inshallah vazhdojna edhe me disa fusha tjera apo shembuj tjerë që mos të zgjasim shumë me ka që përfundojme kulli kauli hadha, astaghfirullah li wa lakum.